Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi në temën e 18, tematika e vezveseve u hadithu nefs dhe përshpëritjeve që i vinë njeriu. Gjithë secili për ne shpeshherë i vinë mendime të këqija apo përshëritje apo bezdisje që përpiqen ta nxisin njeriu për veprat të këqija. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që çfarë do të veprojmë dhe çfarë domethënie kanë këto vezvese apo nxitje. Allahu thotë në Kur'anin Kerim, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e kërkon njeriu për te mundësive të tij. Pra, në çdo vezvesë apo bezdisje që neve na vjen, duhet ta largojmë atë nga zemra apo mendja jonë dhe t'i përmbajmë frikës dhe respektin ndaj Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin e Abu Hurairës, ani Nabiu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allahu subhanahu wa taala thot, ja ka falur umetit tim për gjërat që i përshërbëritën i vinë ndërmend, përveç nëse ai i punon apo flet. Pra, për sa kohë që ti nuk flet dhe nuk i punon ato që ka përshërbëritën në zemrën tënde apo që ka të vinë në mendjen tënde dhe nuk i praktikon ato, Allahu azza wa jall e fal robën e tij. Pra nuk e merr përgjegjësi. Por në momentin që ai atë që ka i vjen ndërmend dhe i përshërbërit mendja dhe shpirti i tij e flet dhe praktikon, atëherë do të merret përgjegjësi para Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin e Abu Hurairës tjetrin, qala ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu. Erdhi një grup sahabësh, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pyetën, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallam bi. O i dërguari i Zotit, shpeshherë gjejmë në vendet tona, gjejmë për brenda veteve tona, gjëra që janë shumë të rënda që ne t'i tregojmë të flasim këtu ato. Na vjen shumë rëndë, shumë e vështirë për neve. Faqala Rasulullah waqad wajadtumu andiyani këto ndjenjë. Pra keni këto ndjesie? Qalu na, tham po. Qala dhaka sarihul iman. Ky është imani i plot, imani i qartë, imani i vërtet, pra besimi i vërtet. Pra kur njeriu e ndjen frikën dhe respektin ndaj Zotit, në çdo gjë e keqe që i vjen ndërmendje, dhe ka frikë dhe turp përpara Zotit ta shprehë atë ose përpara pejgamberit alayhis salatu wassalam, kjo tregon që njeriu ka iman dhe ka besim. Në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu qal jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, erdhi një person te pejgamberi alayhis salatu wassalam, faqala ya Rasulullah inna hadana yajidu fi nafsi yu'arrid bish-shay. O i dërguari i Zotit, dikush prej nesh gjen diçka në veten e tij që e ka të vështirë ta shprehë atë. Lien yakuna humumatan, sepse ka frikë që të jetë rama dhe mos bëhet diçka plur, ahabbu ilay min an yatakallam. Pra, është për mirë për neve që o i dërguari i Zotit na bëj Zoti plumb, të tretemi, të shkërmohemi se sa të flasim për këtë gjëra. I thot pejgamberi sa sem Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Madhërimi takon Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Pra falënderimi takon Allahut, i cili e ktheu kurthin e shejtanit në vezvesë. Pra shikoni se si personat, njerëzit, individ caktuar, ne si besimtarë, shpeshherë gjejmë në vendet tona mendime të këqija, përshpëritje të këqija, urrëtie pa kuptimta, xhelozira pa kuptimta, dhe çfarë e përmbajmë dhe nuk i shprehim ato. Pse se ne dimë që shejtani na syt për keq, prandaj dhe pejgamberi e madhëroi 3 herë Allahun, e falenderoi dhe tha që falënderimi tek Zotit që kurthin e tij ktheu në vezvesë, për kurthin e shejtanit, radda kaydahu ila waswasa. Pra, kurthin e shejtanit për të nxitur njerëzit bëjnë keq në vezvesë dhe çfarë? Dhe këtë vezvesë personi i cili e gjeti brenda vetes tij nuk e shprehu, nuk e praktikoi dhe në këtë mënyrë e ka ruajtur Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allah na ruaj nga çdo lloj vezvesi, nga çdo lloj mendimi i keq, nga çdo përshpëritje djallëzore dhe elusim Zotin që kur mos ta praktikojmë dhe ta shpenzojmë atë apo të nxisim për keq njerëzit. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.